Në rreth parë që qeveria shqiptare me Edi Rama grabit miliona, është totalisht kosto e shqiptarëve. Nëse bën rrugë me taksat e shqiptarëve dhe ato nuk janë më rrugë, është kosto e shqiptarëve. Dhe nëse parlamenti shqiptar sot mblidhet dhe maggjoranca mbron njëri totalisht inkriminuar, kjo është një sfidë e madhe ndaj shqiptarëve. Pra, çfarë do t'ju thuash atyre shqiptarëve, të cilët i ke sot në përbugje, i ke padrejtisht? Çfarë do t'i thuash opozitës dhe liderëve të opozitës që i ke marrë, i ke rrëmbyer, ke bërë çfarë duash me ata dhe ju ke bërë imunitetin? Pra, çfarë do t'i thuash Spakut? Kjo është një sfidë totale ndaj Spakut. Spaku o e vazhdon betejën ose ç'bëhet totalisht. Por çfarë do t'ju thuash edhe atyre që stimuluan dhe bën reformën drejtësie të gjitha, sepse kjo është një sfidë e hapur fare. Tani ti mbron një njeri në banalitet maksimal. Dhe i ka dhënë mesazh shqiptarëve që ne mund të bëjmë gjithçka dhe ju nuk bëni dot asgjë, sepse i ke futur në përbugje. Ke shumë njerëz që janë në përbugje për dritat, për pamundësinë e jetesës, për shumë e shumë halle. Kjo tani, nëse në botë mund ndodhin këto gjëra, po janë nëndë, kjo është një skenë e hapur. Pra është e hapur fare. Edhe shumë kolegë deputet të PS-s që shikonin, kanë përshtypjen që ishin të turpëruar. Si mund të mbroje sot? Si mund të mbrosh atë? E cila ka drejtuar ndërtimet e rrugëve dhe gjitha, kur gjithë zona, një pjesë e mirë e jugut është prishur e tëra, është lëvjedhur e tëra. Pra ka rënë shteti, ka rënë politika. Dhe ky është akti tragjik. Dhe ne duhet të reagojmë. Pra unë mendoj që kjo jam gjithmonë kritik me veten, me njerëzit, me shoqërinë. Ne duhet të reagojmë të gjithë. Ne nuk mund ta lëmë kjo po të ndodhte në Kosovë, bindja ime, do ishte gjithë në rrugë. Se janë zhdukur miliona të një populli shumë të varfër. Po ne nuk mund të lejojmë një njeri banal në marrëzinë e tij siç është Rama, që ai të sfidojë gjithçka në Shqipëri. Kjo bëhet me të gjithë bashkë. Dhe ato grupimet vogla, partitë vogla, në këto protestat që thërret opozita. Ka ndodhur një ndryshim, sa do i vogël përgjatë kësaj kohe gjithsesi. Ka një ndryshim, pra është njerëzit e kanë vërtetuar dhe e kanë kuptuar që njeriu problematik. Njeriu, pra, se fjala demoni i kësaj situate është Rama. Me piratët e tij, se fjala pirat është e mirë, simpatik, akoma e mirë për ata. Pra këtë që po i bëjnë vendit ata. Sot në parlament, ai akti publik, ajo shëmtia publike, një shëmtie madhe publike, shumë e rëndë për vendin. Unë kam quajtur me dy në mendimet e mia, një lajm i keq për vendin, po një lajm i mirë për të vërtetën. Pra nuk ka më fshehje. Pra çdo njeri që mendon që nuk e don PD-n, nuk don opozitarët, e drejta ti. Sot ka kuptuar që në këtë Shqipëri nuk ekziston më shteti. Nuk ka më shtet. Kjo Shqipëria funksionon vetëm për hallexhiun, për ai që nuk ka mbështetje, për atë që nuk është pjesë e krimit, për atë që nuk është mik i krye përfaqësuesit të krimit si është Rama, ata nuk e gjen gjë në Shqipëri. Çdo njeri në Shqipëri që jeton në mënyrë të drejtë, që punon, që sakrifikon, është i rrezikuar kudo. Që në rrugë, që nga krimi, që nga policia, që nga të gjithë. Sepse ky akt, çfarë është shteti? Shteti është besim, është moral. Kjo ka rënë. Nuk është më kjo. Jo, po shikosh ka rënë, po tani akti final dhe moral është i zbardhur, se në shumë diskutime është menduar që jo, ai do ta bëjë për sy faqe, po do ta çojë në arrestim. Pra nuk ka nevojë më për asnjë ngjarje pas kësaj. Nuk ka më politik. Nuk mund të dalë një deputet i PS-s, pra në kufi, në logjik ka kufi, ka linjë morale, që të thotë më që ne bëjmë të ndërtojmë këtë, pra bëja ra, ne bëjmë shtet